Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit lotus desert, shumë të shishëm edhe shpejt përgatitje. Krejt që kanë nevojitën janë 200 gram lotus biskota i blujna në blender ose në mikser. Mandej na nevojitën 100 gram buter ose gjari për të shkrier. Një doze me qumësht të kondenzuar, 250 gram mascarpone, normal, lotus kreme, e kemi shkri pak në mikrovele, edhe 500 gram ky kremi që është për torte në Kosovë, pra është hopla e ëmbël. 500 gram kjo ka 1 kilogram, na i morim pra gjysmën e kësojna. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tashti vojza i përzin pra biskotat me gjallë për ndryshe buterin. Tash e morim një enë të thellë edhe i qesim pra 500 gram nga kjo kremi i kuzhinës. Hopla që është e ëmbël, e gjeni tek torqet e komble pra unë. Edhe qesim 250 gram me mascarpone, i qetë vojza se unë vish për folje. Mandej e qesim edhe një dozë me qumësht të kondenzuar. Tashti ja qesim edhe pak krem lotus, pra edhe i tundim me mikser. E kemi përgatit edhe kremin kështu duke. Tash e marrim një qese, po sikur shpricin kërë bojna format edhe mbushim me krem. Marrim biskotat që i kemi bashku me gjallë për ndryshe buterin e shkrier, rendin e parë pra me biskota. Tash marrim kremin edhe e qesim. Ja, unë të këti shpriti pra. Pasi që kemi qitë kremin, tash marrim apet me biskota lotus. Prap morrim kremin, pra e qesim për mi. Për juve që s'keni qatë hopla si përmenda me sheqer, e përdorni shlak zane, pra vetëm që duhet mjeshtu 2 ose 3 zanën shtajf që është pra përforcues i kremit. Tash morrim prap nga biskotat lotus, ja qisim. Në fund, dekorojna pak poshtë nga kremi i përgatitur për mi. Krejt në fund për mi ja qesim shto nga një gjys keksi lotus. E kemi da për gjyst edhe fantastik nga shia. Ja vlen, ti provoni si për vete, ashtu edhe kur keni misafir. Yok noqen.
edhe lotus desert janë të gatshëm, mundeni mi konsumu me njëherë. As me lanë frigorifer, as më prit, as me zgot vesh, o kukua u bëna, o anena, o knena. Bismillah, janë nisni, e merë një lugën, ju beft mirë juve që provani, neve po ashtu, kanë një knoq, beso se kanë një knoq që javlin ti provani. Faleminderit për përkrojnë që ma beni, komentet e bukra, e terin e recetën e radhës. Nga kuzhina njerit ju thamë, miru pofshim.